kthehemi prap këtu në Odon. Naim. Jemi këtu në spektaklin tuaj Odon, këtu në sheshin e fjalës së mirë e këngës së bukur. Jemi këtu me një publik të mrekullueshëm, për çdo javë vinë gjithandej. Sonte dominohemi nga Prishtina. Sonte, unë për herë tham në spektaklin ton duhet vi modeli dhe sonte është shkolla model. Dhe për çdo javë do të sjellim vërtet nga një shkollë model bashkë me mësimdhënësit e tyre, por do të sjellim edhe diçka nga bota e diturisë. Sonte do të vi për ne, bile jemi të nderuar e të respektuar, një model drejtori. Ajo është zotri Liridon Maliqi. Mirë se erdhe drejtor. Mirë se erdhe. Mirë se ke ardhur, faleminderit shumë, urdhën vend. Drejtor, urdhën lutem këtu. E bukur shumë. E jemi këtu bashkë me juve, zoti drejtor, mirë se erdhe. Është bukur që ju kemi këtu, a kështu të vogël ju folni edhe nxënës avatje, se kështu të bindur po duken? Realisht pret janë qetë, ata më bëjnë mu qetë, që të klasë të vogël. Ata ju qetësojnë. A janë të mirë? Patjetër. Shumica? Ajo është reflektim i gjithë asaj që na quajtet më herët model, sepse janë vërtet nxënës model dhe mësimdhënës model. Nxënës model dhe mësimdhënës model. Vërtet, pse është quajtur shkolla model? Kjo ka një farë lloj historie tashmë pas 3-4 viteve që ka filluar. Me sa mbaj mend unë, në vitin 2010 ka filluar si projekt i Bankës Botërore, së bashku me Ministrinë e Arsimit të Republikës Kosovës, që të bëjnë një shkollë më ndryshe në infrastrukturë dhe në përbërje për brenda në organizim. Pse është më ndryshe kjo? Si infrastrukturë. Është më ndryshe se sa shkollat e tjera. Janë munduar të bëjnë diçka më ndryshe. Përbën edhe arsimin parafillor, arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët, dhe është ndarë në objekt në pjesë të ndryshme të objektit, edhe pse është i njëjti objekt. Pastaj kanë filluar ndërtimin së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe me Bankën Botërore. Lokacionin e ka gjetë Komuna e Prishtinës, ku është një ndër lokacione që ka qenë dashur të jetë një shkollë e tillë. Me gjithë atë, kjo shkollë ka emrin model për shkak të infrastrukturës, por nuk do të thotë që do t'i mbetet ky emër. A nuk ka sjell ndonjë model të ri shkollimi, diçka ndryshe nga të tjerët, jo? Jo, është një shkollë normal sikur të gjitha shkollat e tjera, me të njëjtën kurrikul siç punojnë edhe shumica e shkollave të Republikës Kosovës. Me të njëjtin standard mësimdhënësve, me të njëjtin standard të nxënësve dhe të standard të njëjtë për drejtor shkolle. Por që jemi munduar dhe mundohemi në vazhdimsi që të proklamojmë dhe të arrijmë deri në atë pikë ku vërtet siç e ka emrin edhe të arrijmë ne me sukseset që mund t'i bëjmë së bashku të gjithë. Kam dëgjuar se është goxha konkurrencë e madhe për të regjistruar aty si apo regjistron ata që e frekuentojnë atë pjesë? Është një rregullore komunale konform udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, ku përcakton zonimin se kush mund të regjistrohet në një shkollë. Jo vetëm për shkollën tonë, por për gjitha shkollat e Republikës Kosovës, në veçanti tashmë është së bashku me drejtorinë e urbanizmit, është bërë edhe zonimi i gjitha shkollat e komunës së Prishtinës, ku secila shkollë ka hartën e vet, me rrugët përkatëse, se cilët fëmijë nga cilat rrugë mund t'i regjistrojnë atë shkollë. Megjithatë, edhe pse është bërë zonimi, prap kemi një numër enorm të kërkesave për t'i regjistruar në shkollën tonë, me qenë se kanë besimin sepse të ne punohet. Sa nxënësa janë? 765 janë gjithsej tani dhe është i mbushur numri. Në sa ndrrime punoni? Një ndrrim dhe tërë ditën. Goxha të privilegjuar. Se di si punojnë, ka pas periudha kur në Prishtinë 3 ndrrime kanë punu shkollat. Ndoshta ka edhe tani, por janë duke u munduar që në vazhdimsi të zbresin numrin e ndrrimeve dhe të bëjnë shkolla sa më shumë gjithditore, që të proklamojnë cilësi sa më të mirë të mësimdhënies dhe të organizimit në përgjithësi. A keni cilësi të mësimdhënies edhe të mësimdhënies? Edhe të mësimdhënies konsideroj që kemi cilësi, por derisa në vitin e parë kur kanë ardhur fëmijë dhe mësimdhënësit nga shkollat përreth,
atëherë kemi konsideruar që është një vit shumë sfidues në fillim, përderisa duhet të akomodohemi të përshtatemi nxënës me drejtare kështu me radhë. Dhe në bazë të sukseseve të klasës së 9 kemi qenë dikun rreth vendi 12 me sa mbaj mendun në vitin e parë në nivel komunal, në vitin e dytë në vendin e 7 kështu me radhë duke u ngritur në radhitje në cilësi. Krejt kjo falem mësimdhënësve që punojnë pa ndalë dhe nxënësve që janë të zellshëm dhe të interesuar për të nxënë mësimet e tyre që ju duan në jetën e tyre në të ardhmen. Drejtor, ditëve të fundit na ka përshkuar nga gjitha anët tema e kombit, kombi, një temë e nxehtë edhe në televizion edhe gjithandej, besa edhe në për shtëpi, sigurisht edhe në shkollën tuaj është biseduar.